Ju lutem, në ambientet e përbashkëta, uleni zërin e telefonit. E kuptoj shumë mirë që kur jeni në shtëpi, në rehatin tuaj aty në divan, shikoni video në TikTok, në Instagram me zërin në maksimum, jeni vetëm në rehatin tuaj. Por kur shkoni në spital, kur shkoni në punë, kur jeni në autobus, kur jeni në kafe, në plazh, nuk ta ka për borxh tjetri që të dëgjoj zërin tënd të telefonit në maj. Apo si kaloni dhe ato videot kështu njëra pas tjetrës, lloj muzikash, duhet ta kuptoni që ekziston ndotja akustike, e cila është shumë e dëmshme, sidomos për trurin. Kështu që një person si puna ime që nuk i duron dot zhurmat, ç'borxhe u ka t'ju dëgjoj juve. Të vesh në plazh, në rehatin tënde, në qetësinë tënde, të dëgjosh personin ngjitur që e ngrë zërin e telefonit në maj. Është akoma më keq se sa ajo muzika e shpifur që vendos lokali, që je i detyruar ta dëgjosh. Në vend që të rish të dëgjosh dallgët e detit, natyrën, qetësi, të jesh në rehatin tënde. Nuk e di, po shumë njerëz me të vërtet mendoj që janë hutuar nga telefoni deri në atë pikë sa që nuk kuptojnë se çfarë janë duke bërë me telefonin apo në atë moment. Se di, duket që jam e bezdisur. Ditë mbarë.